Qoftë lëvduar Jesu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është e premtë dhe jemi në javën e 5 të kohës së Krishmave. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. O Jezus, je themeluesi i agjërimit të kreshmave, më ngjillet na e mësove për shërim të mendjeve. Bëju tashti krah kishës, pendesës qëndroj pranë, shtrirë përdhej të lutemi të falesh mëkatet tanë. Ti faje të ribëra, shlyi me hirin tënd, erojën ka e ardhmja me shumë butësi përdore. Të shpërblyer nga veprat vjetore të pendimit, të shkojmë në gëzimet e pashkëve të denja për kremtimin. Ty gjithësia e sendeve të adhurov Trini e mëshirshme, me faljen tënde të përtrirë, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. Ma shëro shpirtin o Zot, sepse më katova kundër teje. Psalmi 41, urata e të sëmurit. I lumi ai që e kujton nevojtarin, në ditë të vështirë Zoti do ta shpëtoj. Zoti do ta ruaj dhe do ta kërthëndez në jetë, të lumë do ta bëj mbi tokë dhe s'do ta lëshoj në duar të armiqve të vetë. Zoti do t'i çojë ndihmë mbi shtratin e dhembjeve të tij, do ta përtrish në sëmundjen e tij. Unë thash, ki mëshirë për mua, o Zot. Ma shëro shpirtin, sepse më katova kundër teje. Armiqtë e mi flasin keq për mua, kur do të vdes e do t'i harrohet emri. Po edhe nëse vjen kush të më shoh flet kotësi, në zemër mbledh pautësi, del për jashta e më vën në lojë. Të gjithë armiqtë e mi përshpëritin kundër meje së bashku, e ma mendojnë të keqen. Lëngate madhe e ka kapur, kë kap kjo sëmundje, ai më nuk qohet. Po edhe miku im në të cilin pata shpresë, që hëngri bukën time, u qua kundër meje. Por ti o Zot ki mëshirë për mua, më shëro dhe unë do t'u kthej huan. Me këtë do ta marr vesh se më do, nëse nuk lejon të ngjihet armiku im në mua. E ma nxet dorën për shkak të pafajësisime dhe me lejon të ri në pranin tënde për amshim. Qoftë bekuar Zoti, hyj i Izraelit, prej amshimit në amshim. Amen, amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. ma shëro shpirtin o Zot, sepse më katova kundër teje. Antifona e dytë. Hyj i gjithësisë është me ne, strehim dhe shëlbim është Zoti ynë. Psalmi 46. Zoti është strehimi dhe fuqia e popullit të vet. Hyj është për ne strehim dhe fuqi, ndihmë gjithherë e gatshme në çdo vështirësi. Prandaj, as do të tutemi edhe nëse lëkundet toka, dhe nëse malet do të kapërdihen nga deti, le të gjëmojnë e le të përzihen ujrat e tij, le të dridhen malet në furinë e tij. Rëkej të lumit do të agësojnë qytetin e hyjit, tendat e shenjta të lartit Zot. Hyj është brenda, nuk do të trandet askur. Hyj i ndihmon herët në agim, ulëritën popujt, ran mbretërit, bubulloj Zoti, toka u shkri. Zoti ushtrive është me ne, strehimi ynë, hyj i Jakobit. Ejani e shikoni veprat e Zotit, mrekullit që i bëri ai për mbi dhe. Ndalon luftrat deri në skajit e tokës, do t'i thyej harqët, do t'i cuptoj armët, mburojat në zjarr do t'i djeg. Ndaluni e shihni se unë jam hyji, i madhërueshëm mbi popuj, i madhërueshëm mbi tokë. Me ne është Zoti hyj i ushtrive, strehimi ynë, hyj i Jakobit. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. hyji i gjithësisë është me ne, strehim dhe shëlbim është Zoti ynë. Antifona e tretë. Të gjitha kombët do të vinë e do të adhurojnë në Zot.
Kënga krahaso librin e zbulesës kapitulli 15. Himn adhurimi dhe lavdi. Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, o Zot hy, o i gjithë pushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Kush të mos të druaj ty, o Zot, dhe kush të mos e lavdëroj emrin tënd? Ti i vetmi je shenjti, Të gjitha kombet do të vinë dhe do të adhurojnë para teje. sepse gjygjet e tua u dëftuan të drejta. Lavdi atit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Të gjitha kombet do të vinë e do të adhurojnë, o Zot. Leximi i shkurtër nga letra e parë e Pjetrit Apostull kapitulli 2 rreshti 22 deri 25a. Krishti pësoi për ju duke ju lënë shembullin që edhe ju t'i ndiqni gjurmët e tija. Ai që mëkat nuk bëri dhe në buzët e tija nuk u gjet gënjim, ai që i fyer nuk hakmerrej me fyerje dhe i salvuar nuk kërcnohej, por i alëshonte çështjen e vet atij që gjykon me drejtësi. Ai në trupin e vet i mori mbi drurin e kryqit mëkatet tona, që të vdekur për mëkate të jetojmë për drejtësi, me plagët e të cilit jemi shëruar. Përgjigja e shkurtër, sikur qengji që qohet në vdekje, Krishti nuk bëri zë. Sikur qengji që qohet në vdekje, Krishti nuk bëri zë. I goditur për mëkatet e popullit të tij. Krishti nuk bëri zë. Lavdi atit e birit e shpirtit shenjt. Sikur qengji që qohet në vdekje, Krishti nuk bëri zë. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Edhe nëse nuk më besoni mua, besoni veprave që unë bëra në emër të Atit tim. Kënga e Virgjës së Lumës sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brohorit hyjit, shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vet të përvuajt, qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rëzoj princat prej fronëve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet. duke sjell në mend mëshirën, Si u apati premtuar e tërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdi atit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Edhe nëse nuk më besoni mua, besoni veprave që unë bëra në emër të Atit tim. Lutjet e besimtarve. Ti lutemi Zotit tonë Jesu Krishtit, i cili me gjakun e vet e shpërblen botën mbar. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Shëlbuesi ynë, me mundimet e tua, bëj që besimtarët e tu t'i frenojnë gjymtyret e veta. Bëj ndihmë në luftë kundër së keqes dhe kundër shtimave. Forcoj me një shpresë të gjallë. Që të mund të përgatiten sa më mirë për kremtimin e Pashkëve. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Bëj që të krishterët të kryejnë rolin e vet profetik dhe gjithkund të përhapin lajmin e gëzueshëm për ty. Dhe këtë detyrë profetike ta vërtetojnë me dëshmi feje, shpresë dhe dashurie. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Me fuqinë tënde ngriti të pikëlluarit. Dhe bëj që ne të jemi për ta ndihmë dhe ngushëllim. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Mësoj besimtarët që në vështirësitë e jetës të mbesin pjesëmarrës të mundimeve të tua. Dhe shërbimin tënd ta dëftoj në jetë. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Krijues dhe ruajtës i jetës, le të kujtohen ata që kanë kaluar nga kjo jetë. Jepu a lavdinë e ngjalljes. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd.
Aty ynë që je në qiell, u shenjë troftë emri yt, ardhë mbretëria jote, u bëvët vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. Fali po të lutemi o Zot fajet e popullit tënd, kështu që më mirësinë tënde të lirohemi prej prangave të mëkateve me të cilat na lidhi likështia jon, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekov, na ruajt prej çdo së keqi edhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.